Sepse qëllimet e Partisë Agrare tashmë janë ambicioze për të marrë pjesë në parlament patjetër, por me një numër të konsiderueshëm deputetësh. Ne kemi afruar shumë njerëz, ose si thuash, janë afruar shumë njerëz të fushës, por megjithëse fokusi kryesor i Partisë Agrare është zhvillimi rural edhe ai ambientalist, kjo nuk do të thotë që sepse shpeshherë krijohen keq kuptime që ato që ju ofrohen do jenë patjetër specialistë bujqësie, të agrobiznesit dhe të fermerë. Domethënë, Partia Agrare është hapur për të gjithë, edhe për banorët e zonave urbane, sepse siç e dini mjedisi që është një nga drejtimet kryesore të Partisë Agrare, nuk është vetëm problem i zonave rurale, por është problem edhe i zonave urbane. Prandaj, kjo parti është hapur për të gjithë. Me këtë vetë ofrim të njerëzve për të punuar në këtë qark, mendoj që duhet synojmë të nxjerrim 2 deputet në të ardhmen. Një rëndësi shumë të madhe ka edhe aktivizimi i gruas, pra forumi i gruas dhe i rinisë.